Të nderuar shikuesi, përshëndes, do të jemi së bashku në minutat e editarit informativ ku ndër të tjera do të ndiqni. Gjirokastra vion të jetë një kantier i hapur ndërtimi ku puna vazhdon në disa akse rrugore dhe infrastrukturore. Një prej investimeve që po shkon drejt përfundimit është rikonstruksioni i rrugës Baba Selimi, e cila pritet të përmirësojë ndjeshëm qarkullimin dhe kushtet për banorët e zonës. Kalaja Argjiros vion të mbetet një nga destinacionet më të vizituara turistike në qytetin e Gurtë. Vetëm gjatë muajit qershor, ky objekt historik ka mirë pritur 40.000 turistë vendas dhe të huaj, duke reflektuar një interes të lartë për historinë, kulturën dhe trashëgiminë e qytetit. 4 vite për kushtim, sfida dhe kujtime u kurorzuan me mbrëmjen tradicionale të provimit për maturantët e shkollës së mesme pedagogjike Pandelis Sotiri. Pas përfundimit të provimeve të maturës shtetërore, ata festuan mbylljen e një kapitulli të rëndësishëm të jetës, me urimeve të mësuesve, prindërve dhe drejtuesve të shkollës. Maturantët u përcollën me besimin se rrugëtimi i tyre do të vijojë me sukses edhe në realizimin e ëndrave. E lindur në Finiq, këngëtarja e njohur e muzikës popullore Irini Qiriako u rikthye në vendlindje aty ku hodhi hapat e parë të jetës. Me një karrierë të gjatë artistike dhe dhjetra interpretime në skena brenda dhe jashtë vendit, ajo vion të mbetet një nga zërat më përfaqësues të folklorit, duke përcjell mesazhin se muzika është ura që bashkon popujt. Ju njohim tani më gjërësisht. Gjirokastra vion të jetë një kantier i hapur ndërtimi, ku puna po vazhdon në disa akse rrugore dhe infrastrukturore. Një prej investimeve që po shkon drejt përfundimit është rikonstruksioni i rrugës Baba Selimi, e cila pritet të përmirësojë ndjeshëm qarkullimin dhe kushtet për banorët e zonës. Kryetari i bashkisë Flamur Golemi ndau pamje nga ecuria e punimeve, duke theksuar se ky projekt do të krijojë më tepër mundësi për zhvillimin e zonës dhe do të përmirësojë aksesin për banorët. Rikonstruksioni përfshin sistemin e plotë të rrugës dhe krijimin e kushteve më të mira të lëvizjes, si pjesë e investimeve që po realizohen në lagje të ndryshme të qytetit. Sipas bashkisë, puna do të vijojë edhe në kantier të tjerë, me synimin për modernizimin e infrastrukturës dhe rritjen e cilësisë së jetesës për komunitetin. Kalaja Argjiros vion të mbetet një nga destinacionet më të vizituara turistike në qytetin e Gurtë. Vetëm gjatë muajit qershor, ky objekt ka mirë pritur rreth 40.000 turistë vendas dhe të huaj, duke reflektuar një interes të lartë për historinë, kulturën dhe trashëgiminë e qytetit. Rritja e fluksit turistik e ka kthyer Kalan në një nga pikat më të rëndësishme të turizmit kulturor në jug të vendit. Kalaja Argjiros vion të mbetet një nga destinacionet më të vizituara turistike në jug të vendit. Vetëm gjatë muajit qershor, rreth 40.000 turistë vendas dhe të huaj kanë zgjedhur të vizitojnë këtë monument të trashëgimisë kulturore, të tërhequr nga historia, arkitektura dhe panorama që ofron mbi qytetin e Gurtë. Gjirokastra është një qytet i bukur dhe Kalaja është padyshim pika kulmore e tij. Do t'ua rekomandoja të gjithëve ta vizitonin. Na bëri shumë përshtypje sa mirë është ruajtur Kalaja. Të ecësh nëpër të është sikur të udhëtosh pas në kohë. Është hera jone e parë në Gjirokastër dhe Kalaja i tejkalon pritshmëritë tona. Pamja panoramike është e paharrueshme. Fluksi i lartë i vizitorëve gjatë muajit qershor pritet që të pasohet nga një sezon edhe më intensiv në muajin korrik dhe gusht, duke konfirmuar Gjirokastrën si një prej destinacioneve më të preferuara të turizmit kulturor në vend. Parku kombëtar Bredhi Hotovës në Përmet mbetet një nga pasuritë më të rëndësishme natyrore të vendit dhe pylli më i madh i bredhit në Shqipëri. Me biodiversitetin e pasur dhe potencialin për turizëm të qëndrueshëm, ai luan rol kyç në mbrojtjen e mjedisit. Gjatë një vizite në park, Ministri i Mjedisit Sofian Jaupa i theksoi se ruajtja dhe menaxhimi i qëndrueshëm i zonave të mbrojtura mbetet prioritet. Shkenca dhe inovacioni për zhvillim të qëndrueshëm. Kështu titullohet konferenca ndërkombëtare ndërdisiplinore për 2 ditë, e cila do të mbahet në Universitetin e Qerem Çabej në javën e parë të korrikut. Kjo organizim do të bëjë bashkë 120 studiues e akademik të universiteteve partnere nga Evropa dhe Azia.
Gjirokastra do të bëhet për 2 ditë një pikë takimi e studiuesve akademikëve dhe kërkuesve shkencor nga vende të ndryshme të Europës dhe Azisë. Më 2 dhe 3 korrik, Universiteti Ekrem Çabe mirëpret konferencën ndërkombëtare ndërdisiplinore, shkenca dhe inovacioni për zhvillim të qëndrueshëm, një forum akademik që sjell në vëmendje rolin e kërkimit shkencor, inovacionit dhe bashkëpunimin ndërkombëtar në përballimin e sfidave të kohës sonë. Në një epokë kur qëndrueshmëria është kryefjala për zhvillimin ekonomik, Universiteti i Gjirokastrës ka vendosur që në datat 2 dhe 3 korrik të zhvillojë një konferencë ndërkombëtare ndërdisiplinore, e cila trajton pikërisht këtë çështje, pra shkenca dhe inovacioni në shërbim të zhvillimit të qëndrueshëm. Kjo konferencë me iniciator Universitetin e Gjirokastrës zhvillohet në partneritet edhe mbi 10 universitete të tjera të huaja dhe vendase që janë nga Evropa dhe nga Azia. Në këtë konferencë do të marrin pjesë mbi 120 pjesëmarrës dhe Gjirokastra do ta vizitojnë përveç turistë të zakonshëm edhe akademik të fushave të ndryshme. Kjo konferencë është ideuar të zhvillohet në 2 ditë, pra në datën 2 pasdite, seanca plenare do të jetë në Kalan e Gjirokastrës me pjesëmarrjen e të gjithë të ftuarve, të cilët janë akademik jo vetëm nga Shqipëria, por dhe nga Zvicra, nga Italia, nga Kina, që do të ndajnë gjetjet e tyre dhe mendimet e tyre në lidhje me temën e konferencës. Në ditën e dytë, pra në datën 3, pastaj të gjithë pjesëmarrësit nga universitetet vendase dhe të huaja do të bëjnë prezantimet e tyre në 12 sesione të identifikuara ose të personalizuara sipas temave të veçanta që trajton kjo konferencë. Po çfarë rëndësie kanë organizime të tilla për Universitetin e Gjirokastrës? Kjo konferencë është e rëndësishme sepse në kuadër të ndërkombëtarizimit të Universitetit të Gjirokastrës është një hap më tej, përveç programeve të përbashkëta që ne kemi me disa universitete, si në nivel doktorature, ashtu edhe në nivel bachelor. Këto partneritete shërbejnë sigurisht në ndërkombëtarizim dhe në hapjen e mundësive të reja për të zgjeruar hapësirat e kërkimit shkencor, jo vetëm në Universitetin e Gjirokastrës, por edhe në universitetet e tjera. Kjo konferencë vjen pas asaj të organizuar një vit më parë si bashkëpunim i Universitetit të Gjirokastrës dhe Universitetit Turk, i cili bëri bashkë 200 studiues nga vendi dhe bota. Interesi fermerëve për të përfituar nga skemat mbështetëse kombëtare në bujqësi mbetet i lartë edhe në qarkun e Gjirokastrës. Për t'i dhënë mundësi të gjithë aplikantëve që të kryejnë aplikimet e tyre, është shtyr aplikimi deri më 6 korrik 2026. Specialistët e bujqësisë ju bëjnë thirrje fermerëve të aplikojnë në kohë për të përfituar nga masat mbështetëse për zhvillimin e aktivitetit të tyre bujqësor. Fluksi i lartë i fermerëve që kërkojnë të përfitojnë nga skemat kombëtare të mbështetjes ka sjellë shtyrjen e afatit të aplikimeve. Ministria e Bujqësisë ka vendosur që procesi të vijojë deri me datën 6 korrik 2026, duke u dhënë më shumë kohë të gjithë të interesuarve për të dorëzuar dokumentacionin. Interesi në qarkun e Gjirokastrës paraqitet i lartë. Sipas specialistit të bujqësisë Balil Bineri, fermerët po aplikojnë për masa të ndryshme mbështetëse. Për shkak se ka pasur disa fermerë të cilët kërkonin të aplikonin, u shty periudha, Ministria e Bujqësisë e pa të arsyeshme ta shtyi periudhën e aplikimit deri në datën 6 korrik dhe duke filluar që prej ditës së shtunë, po edhe sot, shikojmë që ka fermerë të cilët janë të interesuar për të aplikuar, ndërkohë janë kryer edhe aplikimet janë duke u kryer, po ka edhe fermerë të tjerë të cilët vinë interesohen për të parë, për të plotësuar kriteret, mundësitë. Dhe kështu që presim edhe këto ditë të kemi aplikime, janë kryesisht për skemën e investimeve dhe për skemën sipërfaqe të mbjella me kultura bujqësore. Ndërkohë, specialisti u bën thirrje fermerëve që të mos presin ditën e fundit për të kryer aplikimet, në mënyrë që procesi të zhvillohet pa vonesa dhe çdo aplikim të shqyrtohet brenda afateve të përcaktuara. Nga të dhënat që kemi ne të evidentimit të fermerëve, qoftë potencial, po edhe të fermerëve me sipërfaqe më të vogla, shikojmë që ka mundësi që fermerët të aplikojnë duke kryer atë mini kooperimin që e quajmë, domethënë duke bashkuar fermat e tyre, sepse qoftë edhe për hir të punës, po qoftë edhe për hir të aplikimit, pra është plotësisht e mundur që ata ta kapin minimumin prej 3 hektarësh të aplikimit. Prandaj është mirë që fermerët
të nxitojnë gjatë tyre ditëve. Aplikimi nuk është i vështirë, së paku për fazën e parë të aplikimit, ndërsa ndonjë dokumentacion mund të plotësohet edhe më pas, siç mund të jetë për shembull llogaria bankare, pagesa e disa dokumenta të tjera. Sipas të dhënave të sektorit të bujqësisë në Gjirokastër, vetëm gjatë kësaj fundjave, rreth 20 fermer kanë aplikuar pranë zyrave të bujqësisë. Temperaturat e larta po vënë në vështirësi blegtorin duke shtuar nevojën për ujë, kullota dhe bazë ushqimore për bagëtit. Specialistët e veterinarisë këshillojnë lëvizjen e kontrolluar të tufave drejt zonave më të freskëta dhe marrjen e masave për t'i mbrojtur nga insekti, ndërsa blegtorët po përballen me vështirësi në sigurimin e kullotave. Në ndikimin e temperaturave të larta që ka përfshirë vendin, blegtoria po përballet me një nga periudat më sfiduese të vitit. Sigurimi i ujit, ushqimit dhe kullotave më të freskëta është kthyer në prioritet për blegtorët, të cilët po përpiqen të mbrojnë tufat nga pasojat e të nxehtit. Specialistët veterinar apelojnë për kujdes të shtuar gjatë kësaj periudhe, duke theksuar rëndësinë e lëvizjes së kontrolluar të bagëtive drejt zonave me kushte më të favorshme. Mund të filluar tufat e para që vënë në bishtrat e maleve, por të gjitha lëvizjet bëhen të gjitha të kontrolluara. Këtu lishohet nga shërbimi veterinar i qarkut, lishohet sipas inspektorëve që mbulojnë zona, veterinarë zyrtar që mbulojnë në zonat, lishohet një deklarat veterinare që shoqërohet edhe me numrin e krerëve, deklarat që vërteton pastërtinë e tufës, edhe vendin origjina nga shtufa dhe vendi destinacioni ku shkon tufa. Kemi zona vatra, por shumë kemi një kullot në Çaju, që tufat që shkojnë në këtë kullot, ato vaksinohen për sëmundjen e plasjes. Blegtoria këtu në Lugi nuk jeton, ajo do të lëvizë, do shkojnë në kullotat verore, për arsye se është periudha që aty është bimësi, aty është ushqimi. Ndërkohë për shumë blegtor, mungesa e mundësive për të shfrytzuar kullotat malore ka detyruar që një pjesë e tyre të gjejnë alternativa për sigurimin e bazës ushqimore. Këtu i mbajmë neve zdimër bare dhe u japim dhe në një jonç, po tisim jonç, sigurojmë zajren e pasaj u japim baktive. Po kullota marim toka i blejmë tokat nga mileti. Po blejmë dy lim me gjisë për dele. Sipas specialistëve, temperaturat ekstreme kërkojnë masat të vazhdueshme për mbrojtjen e bagëtive, pasi mungesa e ujit dhe ekspozimi gjatë në vap ndikon drejt për drejt në shëndetin dhe prodhimtarinë e tyre. Policia e Sarandës ka finalizuar operacionin e koduar Fokus duke goditur një grup kriminal të dyshuar për vjedhje me thyerje banesash dhe automjete. Si rezultat, i hetimeve intensive janë zbardhur dhe dokumentuar 6 raste vjedhjesh të ndodhura gjatë javës së kaluar në zonat të ndryshme të Sarandës. Në kuadër të operacionit janë identifikuar 5 shtetas si pjesëtar të grupit kriminal, nga të cilët 4 janë arrestuar dhe 1 është shpallur në kërkim. Të arrestuarit janë shtetasit BA 27 vjeç, BC 32 vjeç, ED 30 vjeç, të 3 banues të Tiranës, si dhe SHD 33 vjeç banues në Durrës. Në kërkim është shpallur shtetasi OSH 39 vjeç banues në Fier. Sipas policisë, këta shtetas dyshohet se në bashkëpunim me njëri tjetrin kanë kryer vjedhje me thyerje në 5 automjete dhe 1 banesë. Gjatë periudhës 25-27 qershor 2026, duke marrë shumë aparash, laptop, tablet dhe sende me vlerë, dokumenta personale gjithashtu. Gjatë operacionit janë sekuestruar një automjet që dyshohet se përdorej për kryerjen e vjedhjeve, si dhe pajisje elektronike të dyshuara të vjedhura. Vijon puna për kapjen e personit në kërkim dhe dokumentimin e rasteve të tjera të mundshme. 4 vite për kushtim, sfida dhe kujtime u kurorëzuan me mbrëmjen tradicionale të promovimit për maturantët e shkollës së mesme pedagogjike Pandeli Sotiri. Pas përfundimit të provimeve të maturës shtetërore, ata festuan mbylljen e një kapitulli të rëndësishëm të jetës. Me surimeve të mësuesve, prindërve dhe drejtuesve të shkollës, maturantët u përcollën me besimin se rrugëtimi i tyre do të vijojë me sukses dhe realizimin e ëndrave.
Pas përfundimit të provimeve të maturës shtetërore, maturantët e shkollës mesme pedagogjike Pandeli Sotiri dhanë lam të mirën bankave të shkollës me mbrëmjen tradicionale të promovimit. Një natë emocionesh, buzëqeshjesh dhe kujtimesh, ku fundi një etape u kthye në nisjen e një rrugtimi të ri. Mes familjarëve, mësuesve dhe miqve, të rinjt festuan 3 vite të mbushura me sfida, përpjekje dhe ëndra, shpreh drejtoresha e shkollës Matilda Gushi. Sot për maturantët tanë është një mbrëmje veçantë, pasi do të përmbyllin një rrugëtim të suksesshëm dhe të rëndësishëm të jetës së tyre. Pas viteve të mbushura me sfida, me përpjekje, miqësi dhe kujtime, ata sot do të festojnë arritjet e tyre. Të dashur maturantë të shkollës Pandeli Sotiri, uroj të ndiqni ëndrat tuaja, mundësitë tuaja do të jenë pafund. Besoni te vetja, ndiqni ëndrat tuaja me shumë guxim dhe mos harroni kur vlerat që keni fituar gjatë gjithë këtyre viteve. Uroj që rrugëtimi juaj të jetë i mbushur me shëndet, lumturi, arritje, suksese dhe shumë realizime. Sukseset tuaja do të jenë të panumërta dhe uroj që rrugëtimi tuaj i dijes të jetë i pafund, i mbar dhe i suksesshëm. Do të jetë një mbrëmje veçantë vërtet për nxënësit maturantë degës greqisht, pasi ata do të përmbyllin një cikël 12 vjeçar rrugëtimi, ulën në bankat e shkollës të gjithë së bashku 6 vjeçar dhe përfundojnë këtë cikël me sukses tash me maturantë 18 vjeçar. Paçin fat dhe mbarësi në rrugëtimin e tyre të ri. Për mësuesen Anthulla Kiçu, kjo mbrëmje është pa aq emocionuese sa edhe për nxënësit, pasi pas viteve të kaluara së bashku po përcjellin një brez të ri, me bindjen se dijet dhe vlerat e fituara në shkollë do t'i shoqërojnë në çdo hap të jetës. Sot është ditë e rëndësishme për nxënësit tanë. Mbaruan një cikël mësimor dhe ju urojmë suksese në çfarë ata do zgjedhin në rrugëtimin e tyre dhe ta dinë që këto kanë qenë vitet e tyre më të bukura dhe shoqëritë më të sinqerta. Ne do të jemi gjithmonë në krahun e tyre për çdo gjë. Një urim të veçantë përcolli dhe kryetarja e bordit të prindërve Mirela Çabeli. Në emër të prindërve, ajo falënderoi drejtuesit dhe mësuesit për përkushtimin dhe profesionalizmin e treguar ndër vite. Si shembull të besimit ndaj kësaj shkolle pedagogjike, ajo solli faktin se binjakët e saj i kanë ndjekur të gjitha ciklet e arsimit, nga arsimi fillor, nëntëvjeçar deri në arsimin e mesëm, pikërisht në këtë institucion. Sipas saj, shkolla ka qenë një shtëpi e dytë për shumë familje, ku fëmijët jo vetëm kanë marrëdije, por janë formuar edhe si qytetar me vlera, përgjegjësi dhe integritet. Ajo vlerësoi gjithashtu rolin e pasvendësueshëm të mësuesve dhe drejtuesve në krijimin e një mjedisi ku cilësia në mësimdhënie ecën krah për krah me edukimin, respektin dhe bashkëpunimin. Me emocionet e kësaj mbrëmjeje, maturantët mbyllin një kapitull të rëndësishëm të jetës së tyre. Përpara i presin sfida të reja, por edhe mundësi të reja për të ndërtuar ëndrat e tyre. Ndërsa kujtimet e shkollës do të mbeten gjithmonë pjesë e rrugëtimit të tyre. Në qarkun e Gjirokastrës vihet të re një rritje interesit për rikthimin e punimeve tradicionale të qëndisjes, të cilat po ndërthuren gjithnjë më tepër me element modern, si në veshje ashtu edhe në dekorimin e ambienteve të banesave. Mjeshtrat e kësaj zeje theksojnë se kërkesa për produktet artizanale është në rritje, ndërsa veshjet me motive tradicionale po preferohen gjithnjë më shumë edhe nga turistët që vizitojnë qytetin. Rikthimi punimeve tradicionale të qëndisjes po njeh një interes gjithnjë më të lartë në tregun vendasdat turistik. Zeja e trashëguar ndër breza po ndërthuret sot me elemente moderne, duke sjellë jo vetëm veshje unike, por edhe dekorime artistike për shtëpinë. Në këtë drejtim, mjeshtria e qëndisjes Lizeta Hatika tregon se kërkesa për këto punime është në rritje dhe gjithnjë më tepër të rinj po i rikthehen kësaj tradite. Mbizotëron fryma e ardhjes së motiveve tradicionale në kohën moderne. Sepse të bësh artizanat nuk do të thotë që ti të jesh artizani vetëm me kostumeve tradicionale, por të jesh artizanat do të thotë që ti të krijosh punime unikale, të ideuara dhe të fantazuara nga ti, duke vendosur në to kostumin tradicional, elementin bazë dhe duke e ndërthurur për kohën moderne që ne jemi sot. Do me thënë të krijosh një produkt të ri, duke u nisur nga artizanati. Dhe kjo gjë është që në atelien ton ka filluar të aplikohet. Veshjet që kanë element të punimit tradicional janë tepër të preferuara edhe nga turistët.
Kemi shumë produkte që turistët i pëlqejnë, që kanë motivin tradicional dhe janë në përditshmëri, në veshjet e përditshme, duke qenë bluza, fustane, t-shirt, këmisha, spila. Kjo është risia që ne sjellim dhe ajo që ne duam të bëjmë që këto motive të kenë funksion edhe në ditët e sotme. Punon një veshje dhe ato mbetjet që të ngelen të rikrijon një produkt të ri kur janë të ricikluara. Dhe kur kanë këto motive, ata kanë jashtëzakonisht interes. Rikthimi i artizanatit tradicional në një formë bashkëkohore po shihet gjithnjë më tepër si një urë lidhëse mes të shkuarës dhe të tashmes, duke i dhënë vlerë jo vetëm kulturës, por edhe turizmit dhe ekonomisë lokale. E lindur në Finiq, këngëtarja e muzikës popullore Irini Qiriako u rikthye në vendlindje aty ku hodhi hapat e parë të jetës. Me një karrierë të gjatë artistike dhe 10 interpretime në skena brenda dhe jashtë vendit, ajo vion të mbetet një nga zërat më përfaqësues të folklorit, duke përcjell mesazhin se muzika është ura që bashkon popujt. Shoqeta kulturore Finik dhe banorët e fshatit kishin prej ditës në gjirin e tyre, të bijin e tyre, këngëtaren e mirënjohur të këngës popullore, zonjën e nderuar artisten Irini Qiriako. Tashmë, ajo mbar një karrierë të shkëlqyer si interpretuese e këngës popullore, por njëkohësisht mban pjesë e 71 vite të ndritura të jetës së saj. Kujton me nostalgji fëmijërinë në fshatin minoritar të Finikit dhe flet me shumë emocion për vendin e lindjes. Këtë ditën që më njoftua, unë mund të kisha dhe plane të tjera dhe me thënë drejtën përjetova një emocion shumë të madh. Më kujtua fëmijëria ime e vogël, se 8 vjeçaren e kam bërë këtu në Finik, këtu kam lindur. I ka 5 vjeç të shkuam në SMT, po SMT me Finik janë gjysore janë me kënd. Edhe shkollën e mes 8 vjeçare e bëra në Finik, filloren e bëra në SMT. Dhe kujtoj me nostalgji ato vitet e bukura, atë fëmijërinë, atë dashuri, harmoni të fshatit, të fëmijëve. Fëmijëria është kujtesa më brillante e njeriut, sepse fëmia është një gjë angjëllore dhe nuk ka as djallëzi, as ligësi, dhe ato momentet e bukura i kujtoj me nostalgji shumë të madhe. Dhe me thënë drejtën e prita shumë e lumtur këtë ftesë. Ajo ka kënduar në shumë skena të botës, por dihet si ambasadore e minoritetit etnik grek në labirintin edhe të folklorit shqiptar. Pasi përvojë të gjatë, tashmë është më e sigurt se muzika dhe arti i bashkojnë popujt. Mesazhi im është që popujt janë vëllezër, motra me njëri tjetrin. Ne nuk më interesojnë fare politikat. Unë si artiste që jap mesazhet më brillante që ka njerëzimi, është dashuria, paqja, mirëkuptimi, të gjitha këto i jep vetëm arti, dhe arti është ura më përkryelidhse e të gjitha popujve, e të gjithë popujve. Kështu që unë mesazhin tim e dhash tash që unë i dua me gjithë shpirt, si minoritarët, si shqiptarët, si rumunët, si bulgarët, si amerikanët, sepse unë kam përjetuar emocionen gjitha skenat e botës, edhe popujt e duan njësoj artin. Me grupin polifonik të shoqatës kulturore të fshatit të saj Finik, ajo interpretoi një këngë kurbeti në festivalin e 4 ndërballkanik folklorik, që u zhvillua para pak ditës në livadija të kësaj njësie vendore. Të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë ditar informativ. Ju faleminderit për vëmendjen, shikim të këndshëm të programeve në vazhdim. Bashkë miru takofshim.